histori. Ti mund të kesh histori me bashortin tim, po me s'ke histori, ke bashkëpunim. Kam histori fare me bashortin tim. Atëherë mos më jep më informacione që janë sakta. Ti je njeri servil dhe i pa fytyrë, dhe sot e ke treguar me të tjerë. Ku jam i servil dhe i pa fytyrë, ke unë gjete këto. Në fakt, Zhaku është duke i folur vetes saj, sepse njeri do me thënë servil ishte ajo se hyri si një servile, duke thënë që unë jam një mozator, jam një fan se mozës, po unë nuk e kam besuar që kur ka hyrë, duke ditur se duke njohur pak atë backgroundin e Zhakut, do me thënë sa ndonjëherë sa egoiste që është, por e kam thënë që në fillim që armikja e parë që do t'jetë kjo, do t'jetë Zhaku, dhe kështu po del, kundërshtarja që është Zhaku. Ajo në fakt Zhaku hyri me pretekstin duke thënë që unë jam një mozatore, ose jam një fancë e mozës, por ama ndërkohë doli Kostana, ajo që ishte që donte të mirën e mozës. Për këtë pjesë do flasim videon tjetër, por flasim për Zhakun. Zhaku thjesht e tha këtë pjesë duke për të afruar tek moza, t'i fërkonte shpinën për t'i gjetur vendin e butë dhe t'i ngulte thikën. Në këtë moment nuk është se është duke ngulur thikën, por është duke tentuar që ta denigroj apo ta uli figurën e mozës, ndërkohë moza dha një gjykim shumë të qartë mbrëm, por kësaj nuk i pëlqeu. Pra, vetëm kaq që ka mjaftuar për shembull mozës që ta nxirrte Zhakun se kush isha në të vërtetë. Dhe po është e vërtetë, e kam dëgjuar në një bisedë që ka thënë që vajza e mozës i ka treguar, më duket diçka e tillë se ka thënë vetë 3-4 muaj, nuk e di, diçka e tillë që po ngatronte që Zhaku pas ka pas një relacion me ish bashortin e mozës, dhe mbase edhe kjo mund të jetë një lloj kamuflimi i Zhakut duke thënë që janë fanë se mozës, por duke kërkuar dhe duke shkuar drejt objektivit saj, cili është denigrimi i mozës. Moza është shumë e zgjuar, gjë që e ka kuptuar shumë bukur, dhe më pëlqeu shumë bukur që thotë që te unë i gjetet i ato. Moza kur ka hyrë vetëm kush i është afruar, dhe një ndër ato servilet ka qenë edhe është më saktë, ose hyri si një servile, hyri Zhaku. Moza ishte në shtëpi, mozës ju afruan. Kostana më ka pëlqyer shumë brëm, si që thash, në një video tjetër do flasim se kam çik punë me banën, pastaj në një video tjetër, po ma vonë, pak ma vonë, tash po merrem me këtë. Kështu që Zhaku i foli vetes, kur i tha mozës që e pa fytyrë dhe servile. Ja pa ta thënë miqë, kundërshtarja më e madhe, e pabesja më e madhe, pabesia më e madhe, le të themi, do t'ja ndërtoj Zhaku. Por shqyr, moza me atë inteligjencën e saj, i vuri kufi që në fillim.